Kryeministri britanik Keir Starmer ka shpresuar tonë ndaj rrjeteve të trafikimit të njerëzve që kalojnë përmes Ballkanit Perëndimor, duke i cilësuar ato si kërcënime serioze për sigurinë e Mbretërisë së Bashkuar. Në një deklaratë për median britanike The Sun, ai tha se vendi i tij do të ndërmarrë masa të forta për të ndërprerë rrugën që përshkoi si një autostradë kriminale drejt Anglisë. Ka edhe një autostradë kriminale që kalon përmes Ballkanit Perëndimor, e cila i çon imigrantët e palishëm drejt Britanisë. Detyra jon është ta mbyllim këtë rrugë dhe të shkatrojmë bandat që kontrollojnë atë, tha Starmer për The Sun. Sipas tij, trafikantët kanë ndërtuar një perandori kriminale që shtreh në të gjithë Europën, nga ku njerëzit kontrabandohen përmes kufive dhe më pas nisen me varga të vogla drejt brigjeve britanike. The Sun shkruan se ministrat e kabinetit britanik kishin shtruar në samitin e radhës të diskutojë për një marrëveshje që po ngrihej të qendrave të kthimit azilkërkuesve të refuzuar në rajonin e Ballkanit, por sipas një burimi qeveritar të cituar nga media, qeveria synon për të parë të ulë kriminalitetin dhe të stabilizojë sigurinë kufitare përpara çdo marrëveshjeje të tillë. Në kuadër të planit të ri të Londrës, Britania e Madhe ka nisur të vendosë drone në pika strategjike të kufive të Ballkanit për të ndihmuar me identifikimin dhe ndalimin e kontrabandëve që lëvizin njerëz drejt Bashkimit Evropian dhe më pas në Britani. Të dhënat e Ministrisë së Brendshme britanike tregojnë se rreth 20% e emigrantëve mbërrin me varga të vogla në Mbretërinë e Bashkuar kalojnë më parë përmes Ballkanit Perëndimor, një rrugë që përfshin vende si Shqipëria, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinë. Një përpjekje për të frenuar këtë fluks, qeveria britanike pritet të rrisë bashkëpunimi me autoritetet vendase dhe në Frontex, agjencinë e kufive të BE-s, ndërkohë që Starmer e ka bërë të qartë se prioriteti i tij është çmontimi i rrjeteve kriminale të gjenerojnë fitime marramëndse nga kontrabanda e njerëzve.